Dita e 19 e protestës qytetare kundër qeverisë së Edi Ramës u zhvendos fillimisht tek parlamenti, aty ku deputetëve të Partisë Socialiste u ishte bashkuar me urgjencë edhe kryeministri Rama, teksa masa e protestuesve u zhvendos para selisë së kuvendit, kryeparlamentari Peleshi mbylli me shpejtësi seancën, sapo deputetët socialistë dolën jashtë u përballën me thirrjet, parlamenti i krimit dhe kërkesën e tyre kryesore, dorëheqjen e kryeministrit Rama. Vetë shefi i qeverisë është larguar me shpejtësi nga forcat e Gardës së Republikës në përpjekje për të shmangur përballjen direkte me protestuesit. Megjithatë, situata në afërsitë të parlamentit mbeti e tensionuar. Shkak për këtë u bë deputeti socialist Ardit Bido, një ndër kundërshtarët më të zëshëm të protestës, i cili në mënyrë provokative u fut në mes të protestuesve. Ai u përball me thirrje të ashpra nga qytetarët dhe u desh ndërhyrja e policisë për ta larguar në drejtim të lulishtës së parlamentit. Gazetarët e Piranjave regjistruan të plota momentet e përplasjes. 9300 vota në qarkun e Vlorës. Gjendotin në 9300 vota në qarkun e Vlorës të kërkojnë dorëheqjen. Atëherë po. Zotin Bido, i cili fatkesisht u kap në mes të turmës. Ka përplasje, ka përplasje. Është policia e cila largoi Zotin Bido. Duke dal nga kuvendi, deputetja socialiste Eliza Spiropali bëri disa komente të idhura për qeverinë e partisë së saj, e intervistuar nga gazetari i Piranjave, ajo deklaroi se kërkesat e protestuesve duhet të dëgjohen. Ata kanë drejt në tyre të protestojnë, edhe ne në kuvend duhet punojmë për ta, edhe duhet të dëgjojmë. Duhet të flasje më pak dhe të dëgjojmë më shumë. Po patjetër ripërshëndet aty, do i takoj. Pas tensioneve para kuvendit, protestuesit janë zhvendosur si çdo mbrëmje para selisë së kryeministrisë. Në fokus të fjalimeve ishte zëvendës kryeministra Blinda Balluku, e cila është marrë pandehur nga SPAK për abuzime me tenderat. Me që kemi dëgjuar se i ka shku përsëri emri ish ministres infrastrukturës për t'u paraqit aty ke dyert me kanxulla. Rama Mburg, Belinda Mburg. Rama Mburg, Belinda Mburg. Rama Mburg, Belinda Mburg. Duke se zonjës në fjalë nuk i kishin mjaftuar 300 apartamente. Na dolën përsëri informacione se paska edhe Vila Njuk. Po siç duket, kështu siç po shkon puna, nga vilat Njuk dhe apartamentet në Tiranë do përfundojnë me një dhomë në burgun e Pogradecit. Rama Mburg, Belinda Mburg. Rama Mburg, Belinda Mburg. Rama Mburg, Belinda Mburg. Oratorët në fjalët e tyre akuzuan qeverinë si të zhytur në afera të mëdha korruptive, teksa kanë bërthirrje për përshkallëzimin e protestës dhe bllokimin e institucioneve të qeverisë së saj. Të ndryshojmë strategjinë. Edi Rama nuk largohet me fjalë. Mos ti mundojmë të protestuesat që të qendrështar këtu. Duhet të bllokojmë institucionet. Duhet kalojnë në mosbindje civile. Nuk ka zgjidhje tjetër. Me thirrjet Rama jep dorëheqjen, protestuesit përsëritën kërkesën e tyre të panegociueshme për largimin e shefit të qeverisë. Pas disa orësh qëndrimi para kryeministrisë, qytetarët marshuan në pikat kryesore të kryeqytetit, teksa bën thirrje për t'u bashkuar në protestën e madhe kombëtare të 20 qershorit. Ndërkohë, protestat antiqeveritare kanë vazhduar në Shkodër, Korçë, Gjirokastër e qytete të tjera të vendit. Diaspora shqiptare gjithashtu ka vazhduar protestat kundër qeverisë socialiste, teksa qindra qytetarë janë mbledhur në qytetin e Pratos në Itali për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama.